o shumë, se për shembull mu më ka ndodhur brenda një dite me i pas deri në 24 persona me aktgjykim për trajtim detyrueshëm në institucion të hapur. Ajo që është një mungesë shumë e madhe është komunikimi ndërinstitucional. Gjykatat, prokuroria, shëndeti mendor, mirëqenia sociale, policia. Ne kem pas një bashkëpunim shumë të mirë derisa kom punu në qendrën për shëndet mendor me qendrën për punë sociale. Ne kem pas takime qoftë javore ose 2 javore ku i kem shqyrtu bashkarisht cila është pjesa e përgjegjësisë që ne si shëndet mendor jem përgjegjës për me ofru shërbime, cila ka qenë. Ka pas raste cilat qendra për shëndet mendor na ka njoftu se ekziston një person i mbyllur edhe nuk merr asnjë trajtim. Mirë, po ky ka qenë një bashkëpunim mes qendrës për punë sociale edhe qendrës për shëndet mendor. Aty kanë mbet jashtë, për shembull, prokuroria, aty kanë mbet jashtë gjykatat, aty... Sa ka vështirësu punën, doktor, kjo mandej të qendrës së shëndetit mendor? Ky mos koordinimi ose mos biseda? Ky mos koordinim o shumë, se për shembull mu më ka ndodhur brenda një dite me i pas deri në 24 persona me aktgjykim për trajtim detyrueshëm në institucion të hapur. Na jemi vetëm një institucion, vërtet qendra për shëndet mendor është vetëm një qendër e cila e mbulon Prishtinën që muj me thonë se është 1/3 e Kosovës. Edhe të bjen për trajtim të personave të cilët janë në ndikimin e substancave narkotike, apo të varur prej tyre, e na nuk jem të trajnum për trajtimin e tyre. Këtu është ai mos koordinimi. Gjykata nuk e ka ditë që në Prishtinë qendrën për shëndet mendor kam qenë vetëm i psikiatër.